Vajza, hemi? Oa, vajza. Mirë brëma, mirë se erdhët. Sa vjen ke Luiza më kthejnë shpinën, nuk e di pse, që ndodh. Ha? Kush të kthejnë shpinën? Se si e do Luizën, të kthej nga ty? Po jo, ja, shire Dori si sire, ja. Ha? Do kështu vajza, udhra. Aj, që nuk u ktheve Jo, nuk kthejem, ja. Po me zitë marrëvesh edhe kur të shoh, imagjino me kurriz. Mirë mbrëma, miqtë e nderuar, mirë se erdhën në Fix Fare, këtu në Top Channel, my motor. Se thuti pastaj bëjmë një gjëra e tjera. More vllai uli. Reagojnë institucionet, reagojnë. Kush reagoj tani? Tani, e mban mend atë emisionin me ato viçat? Po si se mbaj mend? 50 euro dikujt e 500 euro andeje, 30 euro veterineri. Që të kaloje, që mos të kaloje, që tjetë kaloj sa glam, ose mos kaloj... 100 euro pa siguri, 100 euro kalon të i sigurt. Tani, ne jemi rikthyer kësaj çështje në këtë moment, sepse kemi edhe një reagim, kemi marrë një, po them një deklarat nga policia e Dibrës. Çfarë thotë? Lajm të mirë, besoj. Ajo thotë që atë personin që ju e quanit trafikanti i viçave të Erionit, ne kemi kapur disa herë, mor. Pra nuk është një lajm për ta. Jo, pas ka qenë një lajm i madh për ta, por në fakt është lajm i madh për neve, sepse ne konsumojmë edhe mish. Në datën 29 dhe 30 tetor 2025, emisioni Fix Fare denoncoi kontrabandën e kafshëve nga Maqedonia e Veriut në Shqipëri. Kamera emisioni Fix Fare udhëtoi në qytetin e Dibrës së Madhe, ku filmuam disa ferma të cilët pranuan se prej shumë vitesh merreshin me këtë kontrabandë. Kontrabandistët nga të dy anët e kufirit përdorin disa rrugë fshati. Kafshët pasi merren në fermat në Dibrë të Madhe, shkojnë me automjete në stane në kufi me Shqipërinë. Ky që po shikoni është një stan i cili përdoret nga këto grupe. Më pas, kur bie nata, kafshët kalojnë kufirin në drejtim të Shqipërisë. Kamera Fix Fare ka arritur të kap momente që këto grupe i kalojnë kafshët në kufi. Këto pamje që po shikoni janë filmuar disa ditë më parë në kufirin e Gjelbër, midis fshatit Spas në Maqedoninë e Veriut dhe Blllatës së Poshtme në Shqipëri. 3 persona shoqërojnë viçat dhe lopët. Vendi ku ata kalojnë është shumë afër doganës së Bllatës. Shto ka që ishte në rregull puna, për ka shkoj kanë kësnohat ku më dhejnë e policisë të jujtë. Ashtu e kam përfërcohu më. Se ishte shumë i punohu, ku punohu që 25 vjetë me Shqiptaj. Bravo, 25 vjetë. E s'mo shkam kohë një kohë. Na shumë pinatarë. Aja ty në? E qujtë e bëjtë transport. Se s'punojnë me nesër ne jemi vendë. Po. Në doganë vetëm momës rikon në qita atri babit. Po. Atë natë si është bo problemi kretëve që i ka dalë në kufoja, më përkalonë, kur gjithë më ka më ka zrip, uje mi zinte kufojnë, zinte. I ka në qëto këtorit. Po. Më dorën për respekt, më da dorën si e Një nga trafikantët që kapi emisioni Fix Fare i quajtur Erion Capa, i tha bashkëpunëtorit e emisioni Fix Fare se merr 100.000 lekë të vjetra për kalimin e një kafshe nga Maqedonia e Veriut në Shqipëri. Kjo shumë pra 100.000 lekësh ishte pa siguri, ndërkohë që me një shumë tjetër për rreth 200.000 lekësh, ky qytetar, ky shtetas, i kalonte kafshët nga Maqedonia e Veriut në Shqipëri me siguri. Ai tha bashkëpunëtorit e emisionit Fix Fare se për çdo kafsh i paguan punonjësve të policisë një shumë prej gati 50.000 lekësh ose 50 euro. Këna gjithë një Erion Edhe para 3 natë më paraqitë. Mishe këtë kemove të peshohet mishi, 8 euro zicë. E njeri e di shumë bukur e në shkap një fojsi i erit, me fojsin me bjemën Capa, si kërë nga eri, Albert Capa pike ju shkap. Po kështu? Peshe gjallë? Po, peshe gjallë 100.000, drejt.
Më merret tash gjallë që se I merr herë, më është gjallë, apo 4 € e 20. Ka njerëz që punojnë shumë në për kufaj, herë këto një pikret. Ato I kanë lidhje, se pse I kanë lidhje? Se ato shkojnë I shoh ai se I kanë lidhje dhe e korrupton mënosht ai polici këto si. Po, letarët ato kur janë. Po, që ashtu, ai thot futu më su futa. Me garanti që 200.000 lekë, me garanti që 100.000 lekë. 200.000 me garanti? 200.000 dam, që ashtu do dalë. Do njeri u dam, nga me I bjesi ku me jena vratë 200.000 lekë, dhe paguj polici 50, dhe paguj 50 tonë, dhe paguj punëtorin, e di se pravë me lekë, këtë sertarën, këtë serën, që I bërë këtë kata qabash dhe gjama ishë makinës për të. Jo, sektoria jote. Jo, s'ku më këtore, Am ka kemi licenc. Me herën telefon dhe ti përshon të bëjnë sa lek duhet, mi bje lek, më të jashe lek të në. Fiks. A tu me gjetë 2 vite se kam rregullu me I kalukni. Kë e ka një, sa njëri e ke? Kam Erionin. Erion Tapa? Bravo. Po, a I qeta. Po, Fol ma të ke, fol e? Fol Erioni, po. unë son të I deshta. Fol me... Ti japim paret ke Erioni, po me... Fiks fare kontaktoi me drejtorin vendore të policisë së Dibrës duke e pyetur nëse ka marrë ose ka nisur ndonjë hetim të mundshëm ndaj këtij shtetësi. Pra, Erion Capës gjithashtu, nëse ka marrë masa për kontrabandën e kafshëve të cilët vinë nga Maqedonia e Veriut në Shqipëri. Në lidhje me rastin e transmetuar nga emisioni juaj në datat 29 dhe 30 tetor, ju informojmë se nga specialistët e seksionit të hetimit në Komisariatin e Policisë Kufitare Dibër, janë referuar materialet në prokurori, në gjendje të lirë, për shtetasin Erion Capa, banues në fshatin Majtar, I dyshuar se ka kryer veprën penale kontraband me mallra të tjerë. Të gjithë rastet mbeten objekt hetimi, ku veprimet procedurale po kryen në bashkëpunim të plot me prokurorin Dibër. A? Ja, më po shumë mirë. Personazh tjetri. Mirë, rëndësishme është që po hetohet, qëndësi ka në gjendje të lira apo jo. Jo, ka rëndësi. Jo, ka rëndësi. E di pse ka rëndësi? Sepse kur është kapur në flagrancë. Dhe ka shumë rëndësi kjo historia. Megjithatë, Pra pa, ty flitet edhe për pagesa, Juli. Tani si bëhen këto pagesa nëse ai nuk do ishte në gjendje të lirë? Jo, ma thuaj ti. moj xhemi, moj motor, unë tash unë se kuptoj, aty flitet për lek. 30, 20, 40, 100 dhe kështu me radhë. Flitet për lek. Flitet që është kapur në flagrancë dhe prapë në gjendje të lirë unë se kuptoj këtë gjë. Pra po, në gjendje të lirë, Juli, sepse kështu përfitojnë nga pak të gjithë, kupton? Se noi 50 që edhe marrin. Kanë thënë s'po e mbyllim këtë robinet. Pa e lënë të lirë. Se në fund ditës vi që do vi. E qartë. Tani e ka rrugën e shtruar. Tani Fiksi I ka pyetur këtë punonjës e policisë, ka thënë sa goditje keni bërë aksione për këtë çështje? Po si, jo, po të kam thënë unë ty. Do me ditë sa. Po sa du me ditur? E më na e thonë Se vetë. është çështje e vjetër kjo, se bëhet fjalë për vite me radhë, kështu me radhë. Ja ta shohim. Fiks fare ka mësuar se I njëjti person, Erion Capa, është kapur disa muaj më parë në qarkun e Dibrës për të njëjtën fenomen. Ai është kapur me disa viça kontraband, të cilët I kishte marrë nga Maqedonia e Veriut dhe do I tregtonte në Shqipëri, pa numër matrikulli dhe pa një certifikat veterinare. Por edhe në këtë rast, ky person, Erion Capa, është hetuar në gjendje të lirë. Në datën 3 tetor 2025, u dërguan materialet në prokurori në ngarkim të shtetasve KV dhe Erion Capa, të dyshuar për veprat penale kontraband me mallra të tjerë dhe tregtim dhe transportim të materialeve dhe mallrave kontraband. Në fshatin Zibër, shtetasi KV është ndaluar dhe konstatuar nga shërbimet e policisë duke transportuar me mjetin e tij kamionçin në pronësi të shtetasit Erion Capa 10 krerë viça pa numër matrikulli dhe pa certifikat veterinare të origjinës. Kafshët dyshohen se janë kontrabanduar nga Maqedonia e Veriut. Fiks fare kërkoi drejtorisë vendore të policisë së Dibrës se sa operacione dhe sa persona ka proceduar nga janari vitit 2025 deri në ditët e sotme. Kjo është përgjigja. Gjatë periudhës 1 janar-3 nëntor 2025, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Dibër kanë zhvilluar një sër veprimesh operacionale. Janë goditur 2 raste të kontrabandës së baktive. Janë proceduar penalisht 3 shtetas dhe janë bllokuar gjithsej 19 krerë bakti dhe 2 automjete. Në datën 29 gusht janë dërguar materialet në prokurorinë e Dibrës për një person, pasi në fushë Buqiz është kapur me 9 krerë viça pa numër matrikulli dhe pa certifikat veterinare të origjinës. Në datën 15 tetor u bë operacioni Skaneri, ku u arrestua një doganier I Bllatës dhe u procedua një tjetër doganier.
Ja, pra ja, ka patur aksione Juli, kishe edhe me data, të gjitha e zeza mbi të bardhë. Kishte edhe ndalime, bile, kishte edhe ndalime. Nese, unë sigurisht e përgëzoj për faktin që ka patur e tjetër, por unë shpresoj që me këtë emision, me këto 2-3 emisione që kemi bërë për këtë çështje, ti kemi ndërgjegjësuar sadopak institucionet përkatëse që ti ndalojnë këto fenomene, sepse Bëj për shtetin tonë. Pash përshëndetin, mëse do na smurë Xhemi. Ego, si ta bëjmë këtë emision pa Xhemi? Ha, Xhemi, më zhvitin, gjes drejt darkë. Nese, kur ajo polici shtetit për t'i ndaluar këto fenomene, tani... Kur ajo, Juli, na lexo pak tani se çfarë ka ardhur tek numri i telefonit. Thuaj ti Xhema, ma. 069 33 33 313. Bravo, një duar të rukitje, ju lutem, bravo. Është e vështirë, Atëherë do shkojmë në Divjak. Këto plera që shihni, thot, në video ndodhen në fshatin Këmishtaj, thot, ku fëmijët tanë përballen çdo mëngjes kur shkojnë në shkollë dhe kur dalin, po me këtë aromë që po helmon dynjan. Ju lutem, nuk e thot. ndjejmë, por imagjinojmë. Djen ata se aty janë. Neve s'kemi çan ndjejmë shkretet neve se. Ju lutem na i hiqni se na helmuan kalamajt. Sa vinë në shtëpi ankohen dhe se durojnë dot këtë erë që sjellin plerat. Faleminderit juve që ekzistoni vetëm. Dgjoj, kazan të plerave janë bosh ndërkohë. A dëgjon çfarë thot? Pa më thuaj? Faleminderit juve thot që ekzistoni thot. Vetëm te ju i kemi shpresat se këtu është, pse është bërë ky vend kaq i pa shpresë, që i ka shpresat vetëm te neve. Pse është bërë ky vend kështu? A mund ta di këtë gjë? Është shumë dramatike kjo. Kjo është më dramatike se këto plerat. Po, duhet të bëhen problemet publike që të merren masa. Ndryshe. Mor vendi. Lëviz njeri nga vendi. Nëse. Do vim në Tiranë, në rrugën Todi Shkurti, njësia administrative numër 1, po ju nis një video sepse kemi një rrugë shumë të keqe, thot. Ç'rrugë është kjo? Pas kemi edhe një shishe aty se dikush ka zënë parkimin. Makinat i kemi të mira, por rrugët i kemi të këqija. Kupton ti? Nuk kemi nga të kalojmë. Shish pushimi bëse për para Së është asnjë gjë. Nga të kalojmë, thot, s'kemi, thot, të futem në shtëpi tonë, nuk futemi dot, nga pellgjet me ujë në vendet të thata nuk kalojmë dot, thot, se janë parkime. Pra vendet e thata i ka rujtur për parkime. Bravo. Por kryesorja kanë filluar para një viti të rregullojnë dhe kanë bërë vetëm njërën shkallë, thot, të pallatit. 2 të tjerat i kanë lënë kështu siç janë në video, thot. Në pellgje kanë rënë fëmijë dhe të moshuar. Kujtohet vetja kur na binte këmba kështu pa dashje në këto pellgje dikur kur ishin vegjël. Këmba. Me që binte këmba drejt këtu, ftofeshim, shkonim në shtëpi. Po të kam thënë mor 1 milion herë, mor. Po ti pas ke rënë në pellg, po unë që kam rënë në lan, thuaj, të kapi topin, po patjetër kanë marrë prindit shumë me 2 dush. E zësh na ka gjë. Këtej. Moj këtej. Këtej është thënia. Po ta të tuash. Në qoftë se heqim realitetin, të gjitha të tjerat shkojnë shumë mirë. E kupton? Po. Ja, Juli për shembull jeton jashtë realitetit, prandaj është kështu i lumtur. Gjithë pozitivitet. Kush janë të tjerat se heqim realitetin, kush janë tjerat? Fantazitë tua, mo, ke një realitet tjetër në mendjen tënde. Po jo, në fakt ka njerëz që jetojnë në të shkuarën dhe në të ardhmen. Tashmë se jetojnë fare. Fare më s'du t'ja dim fare. Ore si e sot, më intereson fare, unë s'kam qenë tot. Interesant. Po fliste për vete. Publicitet.